Horoskopi ditor e shtunë 17 maj 2025. Horoskopi ditor i dashit 17 maj 2025. Dashi, përgatituni për një ditë me energji dinamike. Ndërsa Marsi rreshtohet me Uranin. Ju motivoheni nga qëllime ambicioze, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për avancim në karrierë. Idetë tuaja inovative do të tërheqin vëmendjen. Prandaj mos hezitoni t'i ndani ato. Megjithatë, jini diskret në lidhje me detajet e ndjeshme, pasi të tjerët mund t'i keqkuptojnë qëllimet tuaja. Në marrëdhënie, ekuilibri është qelësi. Merrni kohë për të kuptuar perspektivën e partnerit tuaj për të shmangur konfliktet e panevojshme. Kanalizoni energjinë e tepërt në aktivitete fizike, duke ju mundësuar të ruani një sjellje të qetë dhe të përmbajtur. Ndërveprimet shoqërore premtojnë lidhje të reja, por ruhuni nga impulsiviteti. Financiarisht, shmangni sipërmarrjet e rrezikshme dhe përqendrohuni në plane afatgjata. Angazhohuni në hobi krijuese, duke siguruar shprehje të vetvetes dhe relaksim. Kjo është një ditë për të përqafuar përshtatshmërinë dhe për të lejuar intuitën të jetë udhërfyesi juaj, duke siguruar që të lundroni pa probleme në çdo ndërprerje të mundshme. Qëndroni pozitiv, dashi, pasi sot premton hapa të rëndësishëm përpara si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Horoskopi ditor i Demit, 17 maj 2025. Demi, me Venusin që përmirëson aftësitë tuaja komunikuese sot, do të gjeni lehtësi në shprehjen e mendimeve dhe ideve. Përdoreni këtë për të nxitur lidhje më të thella në punë, duke hapur potencialisht rrugën për sipërmarrje bashkëpunuese. Financiarisht, fitime të vogla mund të lindin nga burime të papritura. Prandaj qëndroni të hapur ndaj mundësive të reja. Ndërsa stabiliteti është zona juaj e rehatisë, sot ju inkurajon të përqafoni fleksibilitetin pasi ndikimi i hënës krijon disa paparashikueshmëri në frontin shtëpiak. Dinamikat e marrëdhënieve mund të kërkojnë durim. Investoni kohë duke dëgjuar shqetësimet e të dashurve. Rritja personale favorizohet përmes të mësuarit. Merrni në konsiderat regjistrimin në një kurs ose seminar për të zgjeruar aftësitë tuaja. Kreativiteti shkëlqen në projektet personale. Prandaj lëreni imagjinatën tuaj të endet e lirë. Mbështetuni përmes shëtitjeve në natyrë, duke sjellë qartësi mendore dhe paqe. Pranoni çdo emocion të mbetur, duke u dhënë atyre hapësirë për të shëruar në vend që t'i shtypni ato. Besoni se përvojat e sotme po hedhin një themel për rritjen e ardhshme, Demi i dashur. Horoskopi ditor i binjakëve, 17 maj 2025. Binjakët, shtrirjet planetare të sotme theksojnë ndjekjet intelektuale. Me Merkurin që po përforcon kuriozitetin tuaj, zhytuni në kërkime, veçanërisht nëse planifikoni vendime të mëdha. Komunikimi i qartë i ideve tuaja është thelbësor. Aftësia juaj për të bindur të tjerët do të rritet, duke përfituar nga projektet bashkëpunuese. Rrethet shoqërore luajnë një rol të rëndësishëm, duke ofruar mbështetje dhe duke prezantuar perspektiva të reja. Marrëdhëniet romantike lulëzojnë në komunikim. Kaloni kohë cilësore duke biseduar me partnerin tuaj, duke ringjallur ëndrat e përbashkëta. Përshtatshmëria juaj ndihmon në menaxhimin e ndryshimeve të papritura në punë, por shmangni angazhimet e tepërta. Vendosni përparësi për të ruajtur ekuilibrin midis jetës personale dhe profesionale. Financiarisht, tregoni kujdes me shpenzimet e tepërta, duke u përqendruar në kursimet. Meditimi ose yoga mund të ndihmojnë në përqendrimin e energjisë suaj të palodhur. Në zhvillimin personal, përqafoni sfidat e reja si mundësi për rritje. Besoni në qëndrueshmërinë tuaj, binjak, duke e ditur se energjitë e sotme do të mprehin vizionin dhe shtysën tuaj, duke përgatitur në mënyrë efektive skenën për sukses dhe përmbushje në ditët në vijim. Horoskopi ditor i Gafores, 17 maj 2025. Gafore, me energjitë ushqyese të hënës që ndikojnë në shenjën tuaj sot, përqendrohuni në lidhje shtëpiake dhe familjare. Është një periudhë për të zgjidhur çdo mosmarrveshje të vazhdueshme, duke siguruar që mjedisi juaj familjar të jetë harmoni. Profesionalisht, durimi është thelbësor pasi projektet mund të hasin vonesa të paparashikuara. Shfrytëzojeni këtë kohë për të rafinuar strategjitë dhe për të konsoliduar burimet. Natyra juaj empatike ndihmon në ndërtimin e raporteve me kolegët, duke shfaqur cilësitë tuaja të leadershipit. Emocionalisht, një mendësi reflektive dominon, duke e bërë atë një ditë ideale për të shkruar mendimet në ditar. Një praktikë shpirtërore si meditimi mund të ofrojë depërtim dhe qetësi. Në frontin romantik, cenueshmëria mund të qetësojë dyshimet, shprehni ndjenjat lirshëm,
duke hapur shtigje për një kuptim më të thellë. Financiarisht, merrni në konsiderat rivlerësimin e buxhetit tuaj për të parafruar me qëllimet afatgjata, duke parandaluar stresin e ardhshëm. Energjitë krijuese vërshojnë. Angazhohuni në përpjekje artistike për relaksim dhe frymëzim. Besojini intuitës suaj në vendimarrje, duke lejuar zërin tuaj të brendshëm t'ju udhëheq përmes sfidave të sotme dhe mundësive ushqyese. Gafore. Horoskopi ditori Luanit, 17 maj 2025. Luani, ndërsa dielli thekson sektorin tuaj shoqëror sot, mundësitë për rrjedhim dhe përmirësim të imazhit tuaj publik janë të shumta. Shfrytëzoni karizmën tuaj për të nxitur lidhje kuptimplote që mund të përfitojnë përpjekjet e ardhshme. Ndërveprimet profesionale janë të favorshme. Përgatituni të merrni një rol udhëheqës duke shfaqur aftësitë tuaja strategjike. Mos harroni të pranoni kontributet e të tjerëve për të inkurajuar sinergjinë e ekipit. Në marrëdhëniet personale, bujaria dhe humori juaj krijojnë përvoja ngritëse. Kini kujdes nga shpenzimet ekstravagante. Përqendrohuni në aktivitete miqësore me buxhetin. Kreativiteti shkëlqen, veçanërisht në projektet personale ose hobi që mund të çojnë në mundësi të reja. Vendosmëria mund të rezultojë në negociata ose marrëveshje të suksesshme. Reflektoni mbi çdo shqetësim të brendshëm, duke e përdorur atë për të nxitur ndryshime pozitive në rutinat e përditshme. Kujdesi për veten përmes ushtrimeve ose meditimit do të balancojë çdo stres. Dijeni se përqafimi i përshtatshmërisë siguron përparim. Luani, sot është një kanavac për ju për të pikturuar përvoja të gjalla, duke vendosur tonin për rritje dhe përmbushje të ardhshme si në sferat personale ashtu edhe në ato profesionale. Horoskopi ditori Virgjëreshës, 17 maj 2025. Virgjëresha, me Merkurin në harmoni me Venusin sot, aftësitë tuaja analitike shkëlqejnë, duke përmirësuar si zgjidhjen e problemeve ashtu edhe komunikimin në skenar në vendin e punës. Ky është një moment i përshtatshëm për të propozuar ide ose për të trajtuar detyra komplekse, duke fituar njohje nga nivelet më të larta. Ekuilibri është çelësi, sigurohuni që vëmendja ndaj detajeve të mos çojë në perfeksionizëm, i cili mund të tendosë burimet mendore dhe emocionale. Në frontin personal, gjeni kohë për të ushqyer marrëdhënie duke ndarë mendime dhe ndjenja me ndershmëri. Financiarisht, veprimet e kujdesshme sot do të kenë një ndikim pozitiv afatgjat. Merrni në konsiderat konsultimin me një këshilltar financiar për një perspektivë eksperte mbi investimet. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në përmirësime dietike, duke mbajtur nivelet e energjisë tuaj të qëndrueshme. Ndjekjet krijuese ofrojnë një pushim të dobishëm. Prandaj kënaquni me aktivitete që ofrojnë gëzim dhe relaksim. Qëndroni me ndje hapur ndaj reagimeve dhe ndryshimeve, duke e ditur se këto janë mundësi për rritje. Virgjëresha, zgjedhjet që bëni sot do të endi një pëlhur mbështetëse për përmbushjen e aspiratave tuaja afatgjata, duke ju mbështetur fort për atë që ju pret. Horoskopi ditori Peshores, 17 maj 2025. Peshorja, me Venusin që ndriçon kreativitetin dhe sharmin tuaj, do të gjeni marrëdhënie që zën një vend qendror sot. Angazhohuni në dialogje të frytshme me partner ose miq të ngushtë, duke lejuar që mirëkuptimi i ndërsjellë të lulëzojë. Ky shtrirje mbështet artin dhe bukurinë. Kënaquni me aktivitete që stimulojnë shisat tuaja estetike, duke pasuruar kënaqësinë personale. Profesionalisht, aftësitë tuaja diplomatike luajnë një rol vendimtar në ndërmjetësimin e konflikteve të mundshme, duke siguruar kohezionin e ekipit. Financiarisht, menaxhoni me kujdes shpenzimet e papritura, duke ruajtur një fokus në kursimet për të siguruar nevojat e ardhshme. Angazhohuni me natyrën për të mbështetur veten, duke promovuar ekuilibrin në shëndetin mendor dhe fizik. Kjo është një kohë e favorshme për të mësuar dhe zhvilluar personal. Merrni në konsiderat eksplorimin e interesave të reja ose rafinimin e aftësive ekzistuese. Përshtatja me zërin tuaj të brendshëm ndihmon në marrjen e vendimeve të menduara mirë, duke shmangur impulsivitetin. Lejoni që energjitë e ditës t'ju udhëheqin butësisht përmes ndërveprimeve ndërpersonale, duke nxitur lidhje që rrisin harmoninë dhe rritjen. Peshorja, sot ka të bëjë me gjetjen e ekuilibrit dhe shijimin e bukurisë brenda përvojave të përditshme. Horoskopi ditori Akrepit, 17 maj 2025. Akrepi, ndërsa Marsi rreshtohet me Plutonin transformues, sot ofron energji intensive që nxisin ndryshimin dhe ripërtëritjen. Përdoreni këtë forcë dinamike për të përballuar projektet me energji dhe vendosmëri, duke lundruar në përpengesa me besim. Mbani një qasje strategjike në mjediset profesionale,
duke shfrytëzuar zgjuarsinë tuaj për të kapërcyer sfida. Marrëdhëniet kërkojnë transparencë. Dialogu i ndershëm nxit besimin dhe thellon lidhje. Njohuritë financiare mund të dalin nga burime të papritura, qëndroni vigjilent dhe të adaptueshëm. Rritja emocionale mbështetet përmes introspeksionit, duke lejuar çlirimin e barëve të së kaluarës për të krijuar hapësirë për fillime të reja. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë e tepërt në aktivitet fizik, duke ruajtur ekuilibrin dhe vitalitetin. Angazhohuni në mënyrë krijuese, ndoshta përmes shkrimit ose projekteve të tjera personale. Këto përpjekje ofrojnë lehtësim dhe frymëzim katartik. Akrepi, transformimet e sotme paralajmërojnë mundësi për përparime të thella personale dhe profesionale. Besoni në qëndrueshmërinë dhe intuitën tuaj, duke ju udhëhequr përmes kësaj periudhe ndryshimi aktiv, duke formsuar një rrugë të ardhshme të ekuilibruar dhe dinamike të mbushur me premtime dhe arritje. Horoskopi ditor i shigjetarit, 17 maj 2025. Shigjetari, me Jupiterin që energjizon ndjenjën tuaj të aventurës sot, përqafoni mundësitë për të mësuar dhe eksploruar. Ky ndikim planetar mbështet planet e udhëtimit, qoftë fizik apo përmes angazhimit me filozofi dhe ide të reja. Profesionalisht, entuziazmi juaj tërheq vëmendje të favorshme, duke nxitur lidhje që mund të çojnë në bashkëpunime të ardhshme. Sigurohuni që angazhimet të përputhen me qëllime të afatgjata për të shmangur shpërndarjen e përpjekjeve. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga komunikimi i ndershëm, adresimi i çështjeve të pazgjidhura dhe ushqyerja e lidhjeve emocionale. Financiarisht, një qasje kujdesshme është e mençur. Vlerësoni me kujdes rreziqet përpara se të vazhdoni me investimet. Pikpamja juaj optimiste mund të frymëzojë ata përreth jush, por mos harroni ta balanconi këtë me konsiderat praktike. Aktivitetet në natyrë ofrojnë një aratisje freskuese, duke nxitur mirëqenien fizike dhe mendore. Shigjetarianët janë natyrshëm filozofik. Përdoreni ditën e sotme për të thelluar këto njohuri, duke i parafruar veprimet me të vërtetat personale. Besojini udhëtimit tuaj të brendshëm, duke e ditur se ky eksplorim do të sjellë rritje dhe mirëkuptim të vlefshëm, duke përgatitur skenën për një zgjerim frymëzues që së shpejti do të shpaloset në jetën tuaj. Horoskopi ditor i Bricjapit, 17 maj 2025. Bricjapi, në ndikimet kozmike të sotme, Saturni nxit strukturën dhe disiplinën, duke u parafruar në mënyrë të përkryer me pikat tuaja të forta të lindura. Përqendrohuni në detyrat të orientuara drejt detajeve, duke u siguruar që qëllimet tuaja të përmbushen me saktësi. Çështjet profesionale theksohen. Shfaqja e aftësive tuaja udhëheqëse mund të rezultojnë në përfitime afatgjata. Qasuni negociatave me diplomaci për të nxitur rezultate të dobishme reciprokisht. Në marrëdhëniet personale, durimi është jetësor, investoni kohë për të kuptuar perspektiva të ndryshme, duke ushqyer afinitetin dhe besimin. Financiarisht, vendimet praktike do të mbështesin stabilitetin. Shmangni sipërmarrje spekulative, duke i dhënë përparësi investimeve të sigurta. Shëndeti është në plan të parë sot. Krijoni një regjim të ekuilibruar që përzien mirëqenien mendore dhe fizike, duke siguruar nivele të qëndrueshme energjie. Eksploroni rrugë krijuese ose hobi që ofrojnë një pushim nga rutina, duke ndezur entuziazëm dhe vitalitet të ri për të rirë. Jini të hapur ndaj reagimeve konstruktive, duke integruar atë si një mjet për zhvillim. Bricjapi, qasja e disiplinuar e sotme do të vendos një themel të fortë për suksesin e ardhshëm, duke përmirësuar si jetën tuaj personale ashtu edhe aspiratat profesionale në mënyrë dinamike dhe efektive. Horoskopi ditor i Ujorit, 17 maj 2025. Ujori, sot premton zhvillime emocionuese pasi Urani nxit inovacionin dhe kreativitetin. Jeni gati për përparime në projektet profesionale. Prandaj lërini idetë tuaja unike të rrjedhin lirshëm pa pengesa. Bashkëpunimet mund të çojnë në njohuri të papritura. Forconi këto aleanca me komunikim të qartë. Ndërgjegjësimi emocional ndihmon në kultivimin e marrëdhënieve personale, duke inkurajuar shprehje të ndershme. Financiarisht, qëndroni të informuar rreth përparimeve teknologjike. Këto mund të ndikojnë në mënyrë të dobishme në strategjitë e investimeve. Përqafoni mjetet teknologjike për të optimizuar produktivitetin dhe për të përmirësuar përpjekjet. Zhytuni në hobi ose aktivitete që kërkojnë zgjidhje krijuese të problemeve. Kjo jo vetëm që ofron kënaqësi, por mpre aftësi të dobishme në fusha të ndryshme të jetës. Mbajtja e një ekuilibri midis impulsivitetit dhe kujdesit do të drejtojë vendimet financiare dhe të marrëdhënieve në mënyrë efektive.
Lejoni që energjitë e ditës të frymëzojnë fleksibilitet dhe përshtatshmëri, duke siguruar që të mbeteni të hapur ndaj mundësive në zhvillim. Ujori, besoni në aftësinë tuaj për të inovuar dhe transformuar. Me sot duke hedhur themelet për shtigje emocionuese që çojnë në suksesin e ardhshëm dhe përmbushjen personale. Horoskopi ditor i Peshqve, 17 maj 2025. Peshqit, ndërsa Neptuni rrit aftësitë tuaja intuitive sot, ju jeni të sintonizuar me energji delikate që mund të udhëheqin vendimet personale dhe profesionale në mënyrë efektive. Besojini instinkteve tuaja, veçanërisht kur përballeni me pasiguri. Në mjedise profesionale, empatia dhe kreativiteti juaj mund të lehtësojnë zgjidhjen e problemeve dhe idetë inovative. Forconi dinamikën e ekipit duke vlerësuar perspektiva të ndryshme, duke nxitur një atmosferë mbështetëse. Marrëdhëniet personale lulëzojnë përmes komunikimit të hapur. Ndani ëndrat tuaja dhe dëgjoni përvojat e të tjerëve për lidhje më të thella. Financiarisht, qëndroni të kujdesshëm me shpenzimet, duke u përqendruar në gjërat thelbësore për të shmangur te kalimin e buxheteve. Shprehjet krijuese janë veçanërisht të kënaqshme sot. Angazhohuni në art, muzikë ose shkrim për të eksploruar peizazhe emocionale dhe për të çlodhur. Një lidhje me natyrën mund të ofrojë si paqe ashtu edhe frymëzim. Mbani kufijtë e qartë për të parandaluar që kërkesat e jashtme të mbingarkojnë natyrën tuaj të ndjeshme. Peshqit, energjitë e sotme inkurajojnë eksplorimin e rritjes shpirtërore dhe mençurisë së brendshme, duke premtuar përvoja transformuese që i përshtatin veprimet me aspiratat afatgjata, duke pasuruar të gjitha aspektet e jetës suaj. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.